Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara vijon punën për lirimin dhe pastrimin e hapësirave publike të zëna nga automjete dhe motomjete të vjetra. Kryeministri Edi Rama ka ndarë video në rrjetin social Facebook me pamje teksa lirohen hapësirat publike të zaptuara nga varezat e automjeteve. Rama shkruan se këto mjete i nënshtrohen procesit të çmontimit dhe riciklimit sipas standardeve përkatëse, duke lehtësuar mjedisin nga varezat e ndryshkut. Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara vijon punën për lirimin dhe pastrimin e hapësirave publike të zëna nga automjete dhe motomjete të vjetra, që i nënshtrohen procesit të çmontimit dhe riciklimit sipas standardeve përkatëse, duke lehtësuar kësaj mjedisin nga varezat e ndryshkut. Shkruan kryeministri Rama në videon e publikuar. Lirimi i hapësirave publike është një iniciativë ndërmarrë shpesh herë nga organet shtetërore kompetente me qëllimin që këto vende të përdoren në dobi të qytetarëve.